mëngjes, përshëndetje. Gazetarët urojmë një ditë mbarë, një fundjavë të mbarë dhe gjithë të mirat. Sa i përket ndeshja u zhvillua në një nivel goxha të mirë, por dihet i zoti gazetar, o njeri o tjetri do fitoj ose do barazoj si që bë. Jem të ishin shumë të mirë, kanë bërë një lojë të mrekullueshme, por në njerë është rastësia, nuk patëm mundësi që të shënojnë, dhe gabimi i vogël, se kushdo mund të bëjë gabim, ishte penaltia, po ishte penaltia, gjëra do ndryshonin jashtë mase. Se do sforcoheshin edhe do kishin një shpresë më të madhe për të fituar edhe të tjera. Po dakord, penaltia, okej, shkoj si që pamë. Tjetër, çfarë mund të ishte bërë diçka më shumë? Pra, ishim në limitet e kapaciteteve tona? Jo në limitet. Pra, është një grup që mund të japë më shumë. Duhet akoma më shumë. Bravo, aty do dilja, bravo. Do të kishte një intensifikim edhe një zhvillim më të mirë, dhe neve kishim mundësi, bravo, kishim mundësi të fitoni. Tani, problemi dytë që duhet sepse kam një 2-3 ditë që dëgjoj për atë burgun e Spacit, që të tërve u digjet zëmra, që nga Sali Berisha, nga të tjerët. Vetëm shumë shkurt që t'japim kohë dhe telefonuesve të tjerë. Jo, është turp që të zënë gojë këto gjëra, kur në atë burg ishin futur dhe ata që i ka denoncuar zoti Sali Berisha, që i ka denoncuar zoti Tritan Sheu dhe të tjerët në radhë. Prandaj të mos ndjen, ajo do bëhet një qendër e madhe për mendimin tim si qytetar të bëhet, por aty do dali dhe historia, se aty ka nga ata që kanë qenë brenda dhe raportojnë shokët e tyre. Prandaj, nuk duhet që për çdo gjë o burra me vrap të dalë me të ngrënë flamurin që kjo është kështu. Shumë mirë bën. Ai është një vend, se ne e dim, nga udhamundësia. Është një vend i mrekullueshëm, do bëhet diçka e bukur, edhe historia nuk do zhduket. Se fundi, këta që janë sot, ata ishin edhe djerë, edhe ata i futën dhe në burg. Prandaj, kanë moral ata që të dalën të thonë që jo po kështu, jo po ashtu. Mirë, faleminderit që ishit në program, që telefonuat, shprehet mendimin tuaj për temën e ditës, dhe jo vetëm. Flasim për kombëtaren, 1-0 me një peng brenda, mund të kishim marrë 3 pikët në ndeshjen me Serbinë dje, humbim një penalti, megjithatë përshtypja është që grupi është në nivel të mirë, ofroi një lojë të mirë dhe moralisht dhe emocionalisht e përballoi në një nivel të lartë në ndeshjen.